Lere këtë se sa e qdo 10 ditë përjashtim nga punimet e Kuvendit të Shqipërisë u kanë kushtuar këto përplasje kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe deputetit Kleviz Balliu. Ky është vendimi i sekretariatit të etikës të mbledhur me kërkesë të deputetëve socialistë. PS kërkoi përjashtimin e Bardhit me 10 ditë nga punimet e Kuvendit për pengim të zhvillimit të seancës dhe përdorim të gjuhës fyese, ndërsa për Kleviz Balliun u kërkua 30 ditë përjashtim për sjellje agresive dhe ka dëmtuar pajisjet e sallës së Kuvendit, por që pas shqyrtimit u vendos përjashtim vetëm për 10 ditë. Çdo gjë që ndodh nga ana e pushtetit është e ligjërueshme dhe çfarë ndodh nga ana këtej është e patolerueshme. Kjo ka qenë tamam një skenim për të provokuar atë që normalisht po shkonte seancën e kaluar parlamentare, për të provokuar kryetarin e grupit parlamentar, për të provokuar të gjithë demokratët për mos qenë në seancën kur do të flitet për hiqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Kleviz Balliu ishte më herët 3 muaj i përjashtuar pas përplasjeve në Kuvend gjatë betimit të Endrit Shabanit si avokat i popullit. Por përballë këtyre vendimeve, Etika amnistoi Tauland Ballën, i cili ishte edhe shkak i reagimeve të demokratëve në seancë, pasi u drejtua Albana Vokshit duke i thënë se për to kishte vetëm numrin 0900. Kjo deklarat solli reagimin e fortë të demokratëve, duke mos kursyer ofendimet ndaj Tauland Ballës. Demokratët kërkuan nga Etika 60 ditë përjashtim për Ballën, kërkesë kjo që u rrëzua. Gratë e partive popullore europiane po ashtu reaguan pas seancës duke dënuar atë që e konsideruan si gjuhë seksiste dhe ofenduese të Ballës ndaj Albana Vokshit. Vet Balla gjatë seancës kërkoi ndjes nëse Albana Vokshi ishte ndjerë ofenduar, teksa sqaroi se e kishte në kuptimin e numrit të gjelbërt të Bashkimit Evropian. Po këtë të hënë u mblodh edhe byroja e Kuvendit me kërkesë të deputetit Agron Shehaj, i cili u përjashtua nga sekretariati i etikës për 20 ditë. Pas shqyrtimit të ankimimit të bërë prej tij, byroja e Kuvendit la në fuqi vendimin e etikës.